109 milion lek është vlera e investimit për rikonstruksionin e repartit të patologjisë në Spitalin Rajonal të qytetit të Vlorës. Afati i punimeve është përcaktuar në 120 ditë, siç edhe shihet në tabelën informuese. Por ajo që mungon në këtë tabelë është data e nisjes dhe përfundimit të punimeve. Në fakt, nga vëzhgimi i kryer në kantier, duket se punimet po ecin me ritme mjaft ngadalta, ndërsa brenda kantierit janë vetëm 2 punonjës, të cilët janë duke marrë me punimet për rikonstruksionin e këtij reparti, çka ka ndikuar padyshim edhe në vonesën e punimeve. Investimi prej 109 milion lekësh është parashikuar për rikonstruksionin e repartit të patologjisë në Spitalin Rajonal të qytetit. Punimet sipas afatit kontraktual duhet të përfundojnë brenda 120 ditësh. Megjithatë, ajo që mungon është transparenca mbi datën e saktë të nisjes dhe përfundimit të tyre. Një tjetër shqetësim lidhet me ritmin e ulët të punimeve. Në kantier janë konstatuar vetëm 2 punonjës, duke vënë në pikpyetje respektimin e afateve dhe përfundimin në kohë të projektit. Punimet realizohen me financim të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, e cila është edhe autoriteti kontraktor. Vlera e investimit arrin në 109 milion lek pa TVSH, ndërsa afati për përfundimin e punimeve është përcaktuar 120 ditë. Rikonstruksioni i këtij reparti është mjaft i rëndësishëm, por ritmet aktuale të punës mbeten të ngadalta. Ky është një tjetër projekt që rrezikon të mos respektojë afatet, pavarësisht rëndësisë që ka. Ajo që mbetet për tu parë është se kur do të përfundojë ky projekt, pasi me ritmet aktuale ai ka gjasa të tejkalojë disa herë afatet e përcaktuara.